Gjendet celulari Ilaria Sulës hetuesit zbulua në banesën e autorit do t'i nënshtrohet ekspertizës. Telefoni 22 vjeçare shqiptare Ilaria Sula është gjetur pas 21 ditësh nga gjetja e trupit të pajet të saj. Mësohet se telefoni i saj është gjetur në banesën në rrugën Homs në lagjen afrikane, ku ndodhi edhe krimi makabër. Hetuesit kanë gjetur dhe sekuestruar celularin e viktimës që do t'i nënshtrohet ekspertizës. Telefoni do t'jetë një objekt shumë i rëndësishëm për të zbuluar detaje që autori Mark Samson fsheh dhe të nxjerrë në dritë vërtetat e krimit makabër që la të vdekur 22 vjeçaren shqiptare. Ilaria Sula godit me thik nga ishi dashuri i saj Filipinas në banesën e tij. Në shtëpi ishin edhe dy prindrit e 23 vjeçarit në momentin që ndodhi vrasja. I riu pas ngjarjes së rëndë futi trupin e pajet të shqiptares në një valixhe, më pas e hodhi atë në një shkëmbë pranë bashkisë Poli. Ilaria u raportua e zhdukur në 25 mars, ndërsa trupi i saj pajet u gjet në 2 prill. Pasi e vrau studenten 22 vjeçare përdori telefonin e saj celular për t'i dërguar mesazhe familjarëve të Ilarias si dhe për të bërë postime në rrjetet e saj sociale për t'i bërë të besonin se ajo ishte mirë dhe se ishte larguar me dëshirë. Ai gjithashtu tentoi të krijonte skenar se Ilaria ishte larguar me një djalë që sapo e kishte njohur.